Përshëndetje. Data 6 mars, ku shumë do flitet, shumë do ndodhin dhe gjëra të mëdha do arrihen. Përfitojnë shumë shenjat e ujit, ku janë gaforet, janë akrepët, janë peshqit. Është mundësi dhe një rëndësi e veçantë në lidhje me ndryshimin e madh që vjen. Juve keni këtë mundësi, sepse në momentin e duhur, në kohën e duhur, gjërat realizohen. Është një moment që gjithmonë ka të bëjnë me karrierën, sepse data 6, mos harrojmë, ka një kuptim ndryshe. Por çfarë kuptimi ka ndryshe nga ajo çka neve dim dhe kërkojmë? Ka ndryshe sepse koha që tregon ose mundësi që jepen në momentin e duhur ka ndikime favorite dhe mundësi që do t'jepen tani tutje. Pikërisht kjo datë, pikërisht ky moment, që është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme. Bëni takime, miq të mi, sepse kjo ditë do më kujtoni ka të bëjnë shumë dhe ka shumë gjëra në brendësi të vet, për sa i përket punës, për sa i përket karrierës, për sa i përket dokumentacioneve. Dhe gjithmonë dita ite është një hap para asaj çfarë ndodh. Dhe unë e them, bëni të para zamëstuaj, sepse përfitimi i çështje gjyqësore. Po, ka të bëjnë shumë me çështje gjyqësore në lidhje me pozicionimin e planeteve, sepse kemi ndikimin e hënës është në shenjë ajri, kjo do të thotë në binjak, ku kemi një trekëndësh që bën me diellin, dhe kjo do të thotë mjaft ndikime pozitive. Edhe peshqit, akrepi, gaforja kanë një shans kaq të mirë, sidomos bëni takime miq të mi ora 10, 11, 13, 14, është koha më pozitive, është koha më ideale e stabilizimit dhe e konkretizimit të një lidhjeje problematike që mund keni pasur, e shumë gjëra të tjera ku është momenti tani. Prandaj juve mund bëni zgjidhjen e duhur në kohën e duhur.